Shtetet e Bashkuara stimuluan një sulm me raketa balistike ndërkontinentale ndaj vendit të tyre nga Korea e Veriut e armatosur me armë bërthamore javën e kaluar në një bazë strategjike të vendosur në Alaska. Stimulimi i mbrojtjes nga raketat u krye gjatë vizitës së sekretarit të ushtrisë Dan Disgrove në Fort Greely. Korea e Veriut është një nga 9 vendet e armatosura me armë bërthamore dhe vendi që ka 50 koka bërthamore. Në tetor të vitit të kaluar, ajo testoi një raketë balistike ndërkontinentale që ka një rezerveprimi deri në 15.000 kilometra, tha një ekspert e aftë që të nisë një sulm bërthamor në kontinentin amerikan. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë krijuar sistemin mbrojtjes së mesme me bazë toksore për të mbrojtur vendin kundër sulmeve të Koreas së Veriut. Një total prej 64 sisteme shpërgjuese u vendosën në Fort Greely për të shënjestruar raketat hyrëse. Administrata e Donald Trump po shtyn përpara planin për të ashtu quajturën kupola e hekur për Amerikën, një mbrojtje nga raketat e gjeneratës së ardhshme që do të mbrojë nga kërcënimi i sulmit nga raketat balistike, hipersonike dhe ato lundruese, si dhe sulme të tjera ajrore të përparuara. Ndërsa Rusia dhe Kina zotrojnë secila qindra lëshues raketash balistike me rreze të gjatë veprimi, ndërsa statusi operacional i forcës së Koreas së Veriut mbetet i pasigurt për shkak të burimeve publike të pabesueshme ose të kufizuara sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm.